Një ditë pasi kryetari i komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, porositi shqiptarët e Veriut që të mbrohen vetë nga serbët armatosur, ata duket se më të vërtetë kanë vetë mbrojtjen si alternativën e vetme. Gjatë vëzhgimit tonë për lagjet veriore të banuara me shqiptar, takuan banor të cilët teksa po flisnim për situatën e vështirë, na treguan përgatitjet e tyre. Ky është një qytetar i thjesht i cili bashkë me familjen e tij jeton në njërin nga zonat e thella të Veriut të Mitrovicës. Ai flet për mënyrën se si e ka kuptuar mesazhin e kryetarit Kastrati, ndërka qep edhe mesazhin e tij për institucionet dhe qytetarët e tjerë. Deklaratën e kryetarit komunës nuk e kemi marrë si lehtësim për neve, po e kemi marrë si një legjitimin të sulmeve të vazhdueshme të serbëve ndaj neve. Do të thotë ne atë deklaratë më tepër e kuptojmë si legjitime për serbët që më na sulmu neve. Me i tregu se me të vërtetë kjo është Kosova dhe na besojmë ashtu që kemi mësu se Kosova është me Mitrovicë edhe me gjithë këto kilometra deri në kufi, atëherë është koha e fundit për me vepru. Qeveritarët tonë janë deklaruar deklarativisht se nuk kanë fuqi me ndërmarrë diçka, edhe Euleksi, edhe Kfori kanë tregu që asnjëri nuk don me marrë përgjegjësinë, që do të thonë tentojnë me realizu një spastrim etnik pa qenë direkt implikum. Një nga arsyet se pse këta dy të rinj nuk duan të shfaqen me figurë, është frika e konfiskimit të armëve nga policia e Kosovës. Japëm një mesazh, këtu na rahat nuk jem, këta e tinë shumë mirë, ka vetë janë konë, kam bo shëtitje kënina, kam bo tregtia bashkëta me ta, edhe përgjithësim fund kam e pa ta. Nësi ndodhë në shqiptare diçka, apo komunitet e tjera. Na kërkon si nga ngucëm, por na ngucën e shohëm se në fund që shka në dalë. E gjithë kjo situatë vjen vetëm pak ditë pas vrasjes së Selver Haradinajt në shtëpinë e tij. Në mungesë të rrugdaljes dhe mesazheve që u përçohen, shqiptarët kanë hartuar strategjitë e tyre të veprimit kundër institucioneve të Serbisë në këtë pjesë. Arta Berisha, Top Channel, Mitrovica.